Kush është gjyshi juaj zonjë? Shërqida ju. Shumë mirë, është nga firmëtarë, ata? Firmitari pavarësisht, delegat i rrethit të Elbasanit. Sot është data 28 nëntor, nuk mund të rria dot pa ju sjell pakte deklarata pavarësisë. E mbani mend gjithë që u bë atëherë për 100 vjetor dhe i ngeli kohës pa OS Shqiponja. Ja ku është dhe shkrimi i pavarësisë dhe 40 firmat. Tu njerëzit vinë bëjnë foto. Jo foto, kam gjyshin tim këtu. Firmitarin e pavarësisë. Kjo zonjë ka gjyshin? Kush është gjyshi juaj zonjë? Shërqida ju. Shumë mirë, është nga firmëtarë, ata? Firmitari pavarësisht, delegat i rrethit të Elbasanit. Është gjë shumë e mirë se nipra dhe mbesat vinë e kujtojnë gjyshin. Patjetër, me dashuri. Sekretari, dëgjuat sekretari i dytë Ismail Qemalit. Respekt e gjithë firmëtarët dhe nipra dhe mbesa nga gjithë Shqipëria. Faleminderit të ju. Një histori shumë e bukur e sapo treguar në kamera. Kjo është një monument që më pëlqen. Është në mes Tiranës. Ka këtë lumin që rrjedh nëpër gjithë parkun Rinia. Normalisht sot kryeqyteti i gjithë shqiptarëve është Vlora. Gjithmonë çdo vit gjithë shteti dhe vëllezërit tanë nga Kosova shkojnë dhe festojnë aty, sepse normalisht është vendi ku Ismail Qemali ngriti flamurin. Por edhe Tirana nuk ngel pas, e pat vetë atmosferën sot. Unë ju përshëndes dhe shikojmë prapë nesër.